Banka e Shqipërisë mori në shqyrtim zhvillimet e fundit ekonomike në vend, duke theksuar se janë konfirmuar pritjet e saj për një ngadalësim të aktivitetit ekonomik, por dhe një rekuperim të lehtë të ndërmjetësimit financiar. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës, guvernatori Ardian Fullani bëri këtë për kufizim të situatës. Analiza e zhvillimeve më të fundit ekonomike dhe monetare ka konfirmuar pritjet tona për një ngadalësim të përgjithshëm të aktivitetit ekonomik në vend dhe një reduktim presionet brendshme inflacioniste, për një qetësim të tregjes monetare dhe për një rikuperim të ngadaltë të ndërmjetësimit financiar, si dhe ka nënvizuar ekuilibre ende të brisht të treguesve ekonomik dhe monetar në vend. Guvernatori Fullani theksoi se rritja e ekonomisë pavarësisht të ritmit të saj të ngadalësuar do të jetë pozitive. Autoritetet shqiptare kanë konsideruar gjithnjë se vendi nuk u përfshi nga kriza globale financiare, por se ka vuajtur pasojat e saj. Kështu gjatë gjithë këtyre muajve, deficiti tregtar ka vijuar të jetë në nivele të larta, si eksportet ashtu dhe importet kanë pësuar rënje, po ashtu kreditimi i ekonomisë ka pësuar ulje dhe bankat vazhdojnë të ndjekin politika të shtrënguara, ndërkaq që deficiti i lartë buxhetor ka rritur normat e interesit të borxhit publik. Për guvernatorin Fullani, i cili e ka ngritur me shqetësim të problemet dhe më parë një pozicion më i ekuilibruar gjatë vitit të ardhshëm, do reduktonte presionet mbi tregjet monetare dhe do krijonte më shumë hapësira për rritjen e stimulit monetar. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.